As gjatë natës, palestinezët nuk lihen të qetë nga pushtimi. Çdo shtëpi palestineze mund të jetë objekt bastisjeje nga ushtria izraelite, me ushtarë që fyen derën e hyrjes, terrorizojnë familjen brenda dhe arrestojnë pa akuza disa prej anëtarëve të saj. Edhe fqinjet përreth terrorizohen, kur ushtarët izraelit qellojnë me gaz lotësjellës pa arsye, vetëm për të shkaktuar më shumë vuajtje. E drejta për një jetë normale, për të adhuruar, për të kaluar kohë me miq dhe familjen, për të lëvizur lirshëm, për të pasur kujdes mjekësor dhe arsim të rregullt, u mohohet plotësisht palestinezëve në bregun perëndimor. Gjatë dekadave që prej pushtimit vitit 1967, Izraeli ka arritur të kontrollojë pothuajse gjysmën e tokës së bregut perëndimor. Ai ka bërë këtë përmes ndërtimit vendbanimeve dhe konfiskimit të tokave palestineze, duke i shpallur ato tokë shtetërore ose zonë ushtarake. Vjedhja e tokës palestineze është përshpejtuar pas 7 tetorit. Të paktën 4.987 hektar janë sekuestruar gjatë 2 viteve të fundit. Në shumë raste, toka e konfiskuar përdoret për të ngritur vendbanime të reja apo për të zgjeruar ato ekzistuese.